Armand Durmishi është talenti i sardhmes dhe tek Juventus mund të quhen vërtet me fat që ka në sektorin e të rinjve sulmuesin shqiptar. Të njëjtën, bardhëzinjt njoftuan zgjatjen e bashkëpunimit me 18 vjeçarin, i cili firmosi një kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2028 dhe kaq ka mjaftuar që ndërkombëtarët t'i bëjnë jehon pas këtij vendimi. Faqja e quajtur Baller Scout, e cila numëron rreth 48.000 ndjekës në Instagram, ka shkruar fjalë të mëdha për Durmishin, duke e etiketuar si një monster. Kjo për shkak të karakteristikave të tij fizike dhe mënyrës se si i qaset golit në fushë. Juventus sapo ka nënshkruar me një përbindësh të vërtet. 18 vjeçari Armand Durmishi nënshkroi një kontratë të re deri në vitin 2028 me Juventus. Ai është një makineri golash, por thjesht shikojeni fizikun e tij. Është mahnitse, është një monster, vetëm 18 vjeç dhe është tmerrsisht i fortë. Nëse do t'isha mbrojtës, do të tmerrohesha prej tij. Kur feston, tregon muskujt. Është një lojtar super i talentuar. Ai ka përfaqësuar ekipin e të rinjve të Shqipërisë dhe ka shënuar gola për ta. Tani po i afrohet ekipit të parë të Juventusit. Çfarë lojtari!